Hello! Do lutem më thua një fjalë, okay, ka një problem, do ta sqarojmë që në fillim fare, sepse unë dhe Sara kemi një problem shumë të vogël sot, si fillim do ta bësh pak shumë. Sepse unë dhe Sara kemi kaluar. Se ngel gjithmonë të dom. Më pusku që jo, po nuk e di pse jam pak çuditshëm sot, sepse unë dhe Sara kemi dalë darkë që thoni juve. Ne kemi kaluar një mbrëmje shumë të çmendur sepse kemi një jetë tonë dhe jemi të rinj fundi fundit. Po kalon bukur kështu. Ja kemi pirë pak dhe jemi pak hangover sot, kështu që vendosëm të dy me vendim unanim që të vendosim syze sot, edhe të bënim një prezantim me syze dielli, sepse realisht këto kinoflot ballore nuk do të vallojnë dot. Kinoflot ballore. Plus është shumë stil. Edhe ngjajmë shumë seksi, kjo është pak po e sigurt. Edhe kështu. Çfarë bëre ti? Mirë, kam qenë duke munduar. Po kishin çikuj. Ngelo duke lërojnë në fakt. Nuk di çfarë. Se morën çikuj me vete këtu po bëjmë reklam. Po, ka vetë. Edhe po kështu përveç kësaj kam një lajm tani pozitiv nuk mund ta them. Okej. 50-50. Baby Rexa. Baby Rexa? Qa bërë prapa jo gocë. Ka pirë si neve ti? Ja. Mirë do ishte në fakt të kishte pirë. Sepse, okej, ka qenë të Jimmy Fallon. Jimmy Fallon është shumë i famshëm në Amerikë, shumë i suksesshëm, bravo, i qoftë, sepse edhe intervista që bën janë shumë të veçanta. Dhe, përveç që tha një intervistë të shkurtër, kishte edhe një performancë shumë të gjatë. Edhe tani, nëse unë e përshkruaj këtë performancë me fjalën e veçantë, do ishte pak gabim, sepse ka qenë një performancë që ma personalisht nuk më pëlqeu edhe aq. Baby Rexa? E të provi. Të çka kishte, mua më thanë që kjo rinte kapte të pasme dhe i hapte, domethënë, njërën pjesë me njërën dorë, pjesën tjetër me dorën tjetër e hapte kështu. Kishte një bari, një body, një body. Po, edhe e ke e pe klipin e saj? Se pash? Po, që ishte me te një nga veshjet që kishte, sepse kishte 6 veshje, ishte me një bari. Një bari? Po, që ishte nuk mbulonte gjë. Okej. Edhe tani të performanca e saj sikur e largonte atë gjë, domethënë e bezdiste. Çfarë legjende, ë? Bën ka stile të Po, para sy. edhe largonte. E bën ka stile, pra bën ka stile do që të mbushin këto revista, po që të shkruajnë sa ne këtej që thonë që ja kjo Baby Rexa ka bëj bukur ose ku diun se çfarë. Ajo është ndoshta pak me të vërtetë, është ndoshta nëse pëlqen vetja bravo i qoftë, por tani të performojnë në këtë mënyrë është diçka e shëmtuar mund të them sepse femrat duhet të saportojnë njëra tjetrën, po tani të përdorësh feminilitetin tënd në këtë mënyrë që është pak vulgare do vulgare mund të them. Nuk është gjë e bukur, sepse nuk besoj që të komentoj njëri pozitivisht për këtë gjë. Kam përshtypjen që kjo nuk është se doli vetë për çfarë vetë ashtu, i kanë thënë ka një ka një grup që merr në pjesën e marketingut. Një grup që merr në pjesën e marketingut dhe realisht kanë thënë kam përshtypjen që nxjerrë pak byçën se ngjan bukur. Ose bëj diçka, e ke përsëri bëj diçka. Ose bëj diçka. Edhe Baby Rexa si një vajzë shqiptare nga veriu i vendit tonë të mrekullueshëm që është, sigurisht nuk mund të mos ta nxjitë në pak të pjesën e saj, domethënë alla shqiptarë, që se shqiptarë i bën gjëra, që bën gjëra të gjëra. Jo, nuk dua sfare ta saportoj këtë ide, sepse jemi shumë njerëz talentuar, ka zë, ka performancë, ka çdo lloj gjëje. Thjesht besoj se është një dieni shumë mirë që pjesa e marketingut është pak e poshtër. Okej, një sekondë, lutem. Xhuna, këtë këngë që sapo vu tani, vete nga fillimi dhe vek shumë zëtar, se kam një fel. Më thuaj. Këtë këngë që është tani, vek shumë zëtar. Amo. Qime? Të kujton diçka? Ha? Prit. Jeni lindur ti për klub, në ty të gjesh zënat. Që është fix? Elvana? Po! Elvana? Se kësha menduar asnjëherë. Ue. Kush të beson tani kur qesh spontane? Okej, me që së beson njëri, vini pak mamani nejen, në fillim fare, dhe është identike si kjo. Se kësha gjuar asnjëherë, jam i papare. Atje se kësha menduar. Dhe di çfarë? Me gjithë ato që bëra, më doli gjithë pija tani të ishte syze. Fuga! Nuk e ke parasysh ka ngecur dhe fuga. Edhe kështu. Kështu, mirë, interesante, shumë për një zbulim gjatë kohës që po flisim, e lëm pas Baby Rexën, sepse ka ardhur momenti tani Ashtë identike. Ashtë fix? Po, ashtë fix. Pa parë. Po, ne nuk do i lem kështu sigurisht. Unë aty të gjesh çdo nat. Identike. Unë dhe Sara jemi pikë për të këndën tani në fakt, sepse djen darkë u lindëm për në klub. Lere mos e prerë. Okej, mirë, ka momenti tani që të ndjekim një insert shumë interesant, që my friend, colleague, goca më seksi e gjithinit ka shkruar me doshkat e saj. E bëra më shumë qejf sepse më pëlqen të shkruaj kështu, më pëlqen të shkruaj, edhe më inspiroi kjo temë. E shohim? Po, e shohim.
Na japin përshtypjen sikur jetojnë jetën ideale, pa probleme dhe nuk i mungon asgjë. Por shpesh e vërteta nuk është as pak kështu. Dëgjojmë nga historitë më të ndryshme për jetën e yjeve të showbizit, por e dinit ju që nuk janë pak ata që u detyruan të lënë çdo gjë pas për të përballur me jetën e vërtetë. Thonë që kur ti bën plane për jetën tënde, atëherë jeta ndodh. Nuk janë pak yjet e showbizit që në moshë shumë të vogël u bën prindër kur kanë qenë vetë fëmijë. Disa ndoshta e njihni, por disa të tjerë me siguri do t'ju shokojnë. Charlie Sheen. Nuk është sekret që Charlie Sheen është i dhënë pas femrave, diçka që konfirmohet pasi ai që në moshën 19 vjeç u bë prindi një vajze. E dashura që ka patur atëherë solli në botë fëmijën e tyre të parë, por bashkë nuk ndenjën shumë. Charlie në 2013 u bë një gjysh i lumtur, deri sot nuk ka ndryshuar mënyrën e tij jetuarit pasi na surprizon me skandale nga më të ndryshmet. Gjatë viteve, Charlie është bërë baba disa herë nga 2 femra të ndryshme dhe është ndarë në mënyrë shumë të keqe dhe publike. Nuk ka shumë vite që aktoreja Denise Richards ka deklaruar se Charlie e ka kërcënuar ta vras atë, por edhe fëmijët e tyre, nëse ajo nuk bën çfarë ai kërkon. Denise sigurisht nuk qëndroi me gojë të mbyllur pasi për të mbrojtur familjen e saj, doli publikisht duke akuzuar Charlie për sjelljen e tij. Si duket, jo të gjithë njerëzit duhet të bëhen prindër apo jo. Jamie Lynn Spears nuk kishte mundësi mos t'i ngjante motrës së saj të madhe, përveç pamjes, flasin edhe për faktin që ajo ngeli shtatzën që në moshë shumë të vogël. E nisi karrierën e saj me show-n Zoe 101, por në moshën 16 vjeç, shokoi gjithë botën pasi deklaroi që është shtatzën me vajzën e saj Maddie. Deklarimi i saj u kritikua sigurisht me ashpërsi pasi u konceptua si një mënyrë për të rënë në sy më shumë se motra e saj. Ajo u detyrua të lërë pas karrierën e saj të aktrimit, por gjatë viteve, shpesh e kemi parë në intervista duke folur për jetën e saj, si ndryshoi ajo pasi u bë mama dhe si është të kesh një motër aq të famshme. Tashmë është rikthyer duke prezantuar veten e saj si një këngëtare e muzikës country dhe duke munduar të krijojë identitetin e saj larg skandaleve të së kaluarës. Adrola Dushi është konsideruar femra më e bukur shqiptare dhe jo pa të drejtë. Që prej vitit 2012 kur fitoi kurorën e Miss Universe, Adrola Dushi ka qenë në qendër të mediave. E bukur, e suksesshme dhe me një jetë mjaft të kompletuar, kështu shkruaj për bukuroshe nga Rësheni. Fill pas kurorës së Missit, Adrola na surprizoi me shtatzëninë e saj në moshën 20 vjeç. Vetë ka pranuar se shtatzënia ka qenë aksidentale. Tashmë ajo është një mama e lumtur dhe nuk ka lënë pas karrierën e saj. Shpesh e kemi parë të ftuar në emisione nga më të ndryshmet, duke folur për modelingun dhe nuk e ka as pak problem të shprehë opinionin e saj të vërtetë. Tashmë ajo nuk e konsideron veten e saj si një femër e bukur, por është një mama e cila në çdo rast do të mundohet të ndajë eksperiencat e saj të shumta për të ndihmuar dhe vajzat e tjera të shmangin gabime për sa i përket profesionit të saj. Ne shpresojmë vërtet që të vazhdojë profesionin e modelingut, pasi ajo gjithmonë na surprizon me projektet e saj dhe si gjithmonë ja del mban. Lil Wayne. Lil Wayne u bë baba kur ka qenë vetëm 15 vjeç. U martua me mamën e fëmijës së tij në 2004, por pas 2 vitesh ata u ndanë. Që atëherë është bërë baba edhe 3 herë të tjera nga 3 femra të ndryshme. Tashmë njihet si një nga reperët më të mirë, por vetë ka deklaruar që në moshën 35 vjeç do të lëviz nga kjo industri, pasi do të kalojë më shumë kohë me fëmijët e vet dhe të kompensojë kohën e humbur. Fëmijët tashmë janë rritur dhe nuk kanë ndenjur jashtë syrit publik, pasi po ndjekin hapat e Lil Wayne. 2 nga vajzat e tij në moshë shumë të vogël kanë shkruar një libër bashk, pasi ndoshta kanë mama të ndryshme, por dashuria që kanë për babain është diçka që i kanë mbajtur gjithmonë të bashkuara dhe mos konkurrojnë me njëra tjetrën. Lil Wayne nuk mohon kurrë dashurinë që ka për fëmijët e vet, por gjithashtu për ish bashkëshortet e tij. Kur njëra nga vajzat e tij u bë 16 vjeç, ai i duroi asaj një Ferrari. Nuk dihet nëse është dashuria e madhe për të ose një mënyrë për të kompensuar mungesën e tij nga jeta e saj. Gjithashtu Lil Wayne është nga të paktët meshkuj që ish bashkëshortet e tij nuk e shajnë, por përkundrazi, gjithmonë kur janë pyetur për të, kanë thënë fjalët më të mira. Sofia Vergara. Sofia Vergara mbahet si një nga femrat më seksi, por duke parë atë, nuk do të shkonte kurrë mendja që ka një djalë 23 vjeç. Aktoria është 43 vjeç, që do me thënë në moshën 19 vjeçare, u bë mama për herë të parë. Ka qenë e martuar me babain e djalit të saj të vetëm për 2 vite. Tashmë ajo është martuar me aktorin Joe Manganiello dhe ne jemi duke pritur për familjen e tyre që të zgjerohet me fëmijë, po ashtu aq të bukur dhe të talentuar. Ajo vetë ka deklaruar që me djalin e saj ka një lidhje shumë unike dhe flasin hapur për çdo gjë. Ai suporton në çdo mendim që ajo merr dhe anasjelltas. Por jo gjithmonë gjërat kanë qenë aq të kollajshme për ta, pasi Sofia është emigrante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka sakrifikuar pafundësisht për të rritur djalin e saj në mënyrën e duhur dhe për të qëndruar gjithmonë atij si një baba, por edhe si një mama. Pasi kur u nda nga bashkëshorti i saj, ajo mori përsipër pjesën më të madhe të kujdesurit për fëmijën e saj. Tashmë mund të shikojmë që ka dalë mban dhe është një femër e suksesshme dhe respektueshme, pasi është nga të paktat që janë krenare për të kaluarën e saj dhe se ka fare problem të flasë për të. Bora Zemani. Kjo vajzë është përfolur shumë për shkak të performancave të mahnitshme në skenën e Dance With Me. Ja doli mban me sukses sigurisht, një femër shumë e bukur dhe talentuar. Bora është bërë mama në një moshë relativisht shumë të vogël, por nuk ka lënë pas pasionet e saj. Është një femër e artit dhe kjo duket.
Mbahet për klasin e saj dhe në çdo rast tekston sa krenare dhe lumtur është për familjen që ka krijuar. Ndryshimi në pamje është i dukshëm pasi ajo është bërë më klasike dhe sigurisht nuk mund të themi se nuk i shkon. Solange Knowles. Motra më e vogël e Beyoncé ka qëndruar jashtë showbizit për disa vite me radhë, por tashmë është mjaft e famshme si këngëtare, shkrimtare, modele dhe aktore veçantë në mënyrën e saj. Por jo të gjithë e dinë që ajo në moshën 18 vjeç u bë mama. Gjatë kohës që Beyoncé sillte një sukses pas tjetrit, Solange ishte e fokusuar në rritjen e fëmijës së saj, që tashmë është mjaft i rritur për të kujdesur për veten e tij. Prandaj dhe ajo është rikthyer më fuqishëm se kur. Djali i saj me sa duket ka një tendencë për të bërë pjesë e muzikës edhe performancave, pasi është parë duke kërcyer me të dhe realisht ka qenë një pamje shumë e bukur. Beyoncé gjatë viteve ka qenë pranë motrës së saj duke suportuar atë për të rritur djalin e saj, gjithashtu për sa i përket muzikës dhe performancave, e ka marrë me veten në disa spektakle, duke inkurajuar për të mos hedhur poshtë pasionin e saj. Anne Nicole Smith. Anne Nicole lindi djalin e saj në moshën 19 vjeç. Modelja e Playboy ka qenë shumë e afërt me djalin e saj dhe ka luajtur rolin e mamas dhe babait për të. Fatkeqësisht asnjë nga ata nuk është në jetë. Danieli iku nga jeta kur ka qenë vetëm 20 vjeç pasi kombinoi disa lloj drogrash, kurse Anne Nicole vdiq 6 muaj pas, gjithashtu nga përdorimi i drograve të ndryshme, pasi nuk kishte mundësi të përballonte jetën pa djalin e saj. Jeta e Anne Nicole është komentuar shumë, por ajo është një shembull i thënies Zoti nuk t'i jep të gjitha, pasi ka qenë një nga femrat më të bukura në Hollywood dhe përfitoi suksesin shumë shpejt dhe shumë kollaj. Konsiderohet akoma edhe sot si një nga modelet më të bukura të revistës Playboy me plot kopertina. Kur solli në jetë djalin e saj, ajo kritikua shumë pasi përveç moshës së saj të re dhe mënyrat me të cilat jetonte, nuk ishte e duhur për të rritur një familje. Djali i saj nuk përballonte dot famën me thonjza të mamasë së tij, pasi ajo krijoi serialin e saj televiziv ku e ndiqnin gjithë ditën kamerat dhe nuk ekzistonte as pak një jetë personale për ta. Albëria Dërgjonaj. E njohur për këngët e saj, kjo këngëtare gjeni me zë brillant dhe shpirt të madh është dhe një nën shumë e zonja. Është martuar në moshë 15 vjeçare dhe në moshën 16 vjeç është bërë nën për herë të parë me vajzën e saj Agnesa, kurse në moshën 18 vjeçare është bërë përsëri me një vajzë tjetër, Angelinën. Historia dhe kontributi i saj në skenë dhe në jetë është shumë i madh dhe ajo vazhdon na ofron projektet e saj me disa shkëputje. Vetë ka deklaruar se me vajzat e saj ka një marrëdhënie shumë të ngushtë, pasi ajo do të jetë në dieni për çdo gjë që ato bëjnë në jetën e tyre dhe është gjithmonë aty për të suportuar ato. Është diçka e dukshme pasi ajo shihet shpesh duke suportuar ato në hapat e tyre. Agnesa tashmë është bërë mama dhe sigurisht Albëria është aty për ta ndihmuar në çdo vështirësi. Dhe nga ana tjetër, Angelina është duke krijuar karrierën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Albëria shkon shpesh për të çmallur me të. Çfarë dashuria në fundit, ë? No more. Dashuria është. Muhabet i gjatë. Çfarë dashuria në vërtet? Muhabet i gjatë. Muhabet i gjatë është. Për çdo person është diçka ndryshe. Për çdo person është diçka ndryshe, prandaj nuk mund të ketë vetëm një definition. Kjo është vërtet, në fakt jam shumë dakord me ty dhe ndër të tjera, nëse të flasim pak për dashuri, do të flasim pak. Njerëzit do kenë mundësi të shohin çka kanë folur unë dje në darkë me Renato me Kollin. Pas e shefin e famshëm që ndër të tjera u bë balerin, këngëtar, model, u zhvesh, u vesh në skemë me Dance With Me, fitoi Dance With Me. Ndër të tjera është bërë biznesmen shumë i njohur, sepse sapo ka hapur restorantin e tij Umami, që unë e pash dje në darkë, edhe që ishte shumë qef atje. Kështu që unë bëra një intervistë shumë të lezetshme me Renato, në interview, e them ta ndiqni. Okej, përshëndetje, mirë se erdhët në interview. Jam bërë gati sot në fakt të bëj intervistë ndryshe. Unë zakonisht nuk parë jam tip që promovoj biznese apo bëj reklama, po ndodh ndonjëherë që kur ke miq të mirë dhe njerëz që realisht ja vlen ti promovosh, është qef edhe të bësh reklama. Kështu që po them që sot jam tek Umami, restoranti i mirë në Tiranë, që është realisht shumë vend i bukur. Unë hyra sot edhe zakonisht gjej gjithmonë diçka që të shkon në vendet që unë frekuentoj për të ngrënë për shembull, po këtu që kanë vërtet shumë bukur. Dhe po shihni atë tabelën jashtë, që pas pak do e shikoni, lexon Umami by Renato me Kolli, the one and only, kështu që unë sot me Renaton. Sa bukur që Bravo. Si jeti? Mirë, faleminderit ti. Unë lezetshëm se gjithmonë, po ti ke super formë mirë, kjo uniforma të shkova shumë. Më shkon, ha? Shkon me tipin. Më shkon, nuk e heq me. Mbaj se jam bukur. Më ka munguar, kam një vit që se kam veshur. Po, bëta. Do të kem pa uniforma me këmisha, e pa këmisha. Me këmisha, me kostume, i veshur, i zhveshur, Masterchef, Dance With Me, gjitha bashkë dhe më mungonte shumë. Tani që kam veshur nuk e nga mëngjes deri në darkë. Edhe më shpjegoj një gjë, mos të marr vesh realisht. Si shpjegohet që kudo që ti shkon dhe konkuron, ti fiton gjithmonë? Si ka mundësi? Sepse jam vetëm për fitore, nuk jam për diçka tjetër. Mendon që meritoj fitoren të Dance With Me? Sigurisht jemi Loreta. Sado që mund të ishte dikush tjetër që diskutohesh për ta marrë. Kush?
S'ka rëndësi. Greta Koçe. Urdhë? Greta Koçe. Ose Nardoka. E pra, okej, mirë shiko, unë kam dëgjuar lart e poshtë, kam dëgjuar njerëz që flasin, se njerëzit çu janë, se mos në Shqipëri janë këto gojë e liga që flasin pas herë. Dhe kanë thënë që Ronaldo McCauley ka marrë Dance With Me me lek, ka paguar lek. Çfarë ke për të thënë këtyre njerëzve që janë kështu dashakeqës? Unë jo lek që s'kam paguar, por unë kam marrë edhe lek edhe çmimin e mora. Ju paguanin kështu për çdo natë që shkonin atje? Nuk do të flas për tjetër, por flas për veten time. Të paguanin kur merrje pjesë çdo natë? Tek finalet që ishin? Po thua ju paguani, taj po flet për mua apo po flet për tjerët? Ti të paguanin për çdo pjesë fare? Unë jam paguar. Bukur. Po për çmimin e madh, ke marrë lek pse? Për atë nuk e them. Ajo është një diskutim mes kanalit. Bukur, mirë. Renato, unë jam shumë kurioz të di rutinën tënde. Domethënë ti je njëri shumë i zënë. Kërcen, këndon me raste të këto videot që bën për Instagram, po vishësh dhe bukur, po edhe kurohesh, kupton? Edhe qetesh, Renato tha po qetem ta kur erdha në bilet, po pres lota, bëjmë çik simpatik ta për intervistën. Ti kohës on top. Ma tregon pak rutinën tënde, jam shumë kurioz të di domethënë si e bën, çikur zgjohesh në mëngjes derisa flesh. Çike lodhshme kam përshtypjes thjesht. Mershme. Ma shpjego, u zgjove nga gjumi, çfarë pi, çfarë ha? Lëngun e frutave se s'bën, cili mund të jetë me mjalt, me çdo gjë të brenda, që të jep energji. Quinoa ose oriz në mëngjes. Pastaj do hap emailët e mia, do shikoj punët e mia, do takoj njerëz që kam për takuar dhe vi në restorant. Interesante shumë. Dhe qëndrimi është në restorant. Mund të lëviz pak për një orar shumë të shkurtër, për një shplodhje dhe do të jem përsëri këtu. Bukur shumë. Si po ecën biznesi? Shqyr Zotit, shumë mirë. Vetëm e rezervime mund të ndodhi dhe jemi në ditët e para. Është një gjë që jemi përkushtuar, kemi dhënë maksimumin, më mungonte, më në fund u hap dhe është ajo që unë doja. Kërkon pa që thua që do hap një restorant timin të hap. Po tani punët e mëdha dhe gjërat e mëdha vonohen derisa të arrin aty ku duhet. Bukur shumë. Më pëlqen shumë realisht dhe mua, mos para gënjej për gjëra, kështu që është shumë bukur këtu. Bëhet nice. Okej, po pse umami? Çfarë është umami? Umami është shija e pestë. Çfarë është kjo? Shija e pestë. Po. Domethënë nuk është as e hidhur, as e ëmbël, as e kripur, as e athët. Po. Çfarë është? Është një shije e vështirë për tu përshkruar, por që kjo mësohet me kalimin e kohës, me eksperiencën që ke gjatë gatimit, me qellëzën, me mendjen, me gjithë trupin tënd. Çfarë është një ushqim për shembull që shijon umami? Për shembull, t'jap një gjë shumë të thjeshtë, domatën. Po. Çfarë shije ka domatja? Interesante, s'e kisha menduar asnjëherë fakt. Domatja ka umami? Domatja ka umamin. Interesante. Po. Kastraveci për shembull? Kastraveci ka shijen e ujit. Por domatja ka umami. Interesante. Nuk është as e kripur, as e ëmbël, as e thatë. Është diçka mes të gjitha këtyre dhe një ushqim, një shije fantastike dhe e thellë. Papar, e thellë mbi të gjitha. E thellë. E thellë. Okej, mirë, na të më trego pak, çka ka restoranti jo që të tjerë se kanë? Ka Renaton. Ç'te logoja. Kërcënit e brenda. Sigur hyra këtu në fillim fare pas çunat tek kuzhina që është këtu mbrapa, që është totalisht transparente dhe shumë qejf ta shohësh nga jashtë. Staf i madh shumë. Nuk mund të ndodhte ndryshe. Përderisa të gjithë prisnin Renaton që të ishte prezent në një restorant, duke dhënë vullnetin Masterchefin me kritikat edhe me të gjithë ato. Nuk mund isha prapa skenash, duhet isha në një kuzhinë të hapur, që do më shikonin të gjithë, që të gjithë do më kërkonin në sallë, të shkoj si që ndodhë zakonisht, të bëj foto me ata, t'i përshëndes, t'i përqafoj, t'i pyes, çdo gjë, jemi të gjithë një shoqëri këtu brenda. E po parë. Vin njerëz të famshëm këtu për të ngrënë? Vin vetëm famshëm, por vin edhe njerëz që kanë qef të hanë mirë. Ashtu ë. Po mirë, këta të famshëm kur vinë, paguajnë gjë? Të gjithë paguajnë, për mua janë të gjithë njësoj. Të restorant nuk do ta hapja, në qoftë se nuk do pagonte dikush. Të gjithë pagojnë, në qoftë se unë dua që t'i qeras me një vërësirë ose me një gotë verë, sigurisht që do ta bëj. Por ajo nuk ndodh me të famshëm, mund ndodhi edhe me njerëz të thjeshtë. Në qartë. Po mirë, ka më thënë një javë që është hapur umami. Po thuaj se një javë. Po thuaj se një javë, unë erdha këtu ishte plot, tash u postuan pak neve se kemi intervistë Dunjaja s'para ka qenë dalë në televizor. Po realisht ka shumë njerëz dhe më bën shumë përshtypje, them si ka mundësi që ka kaq shumë njerëz, do të kenë gjë të veçantë ky vendi apo jo? Ka shumë njerëz dhe këtu funksionon vetëm me orarin e drekës dhe të darkës. Nuk hapet restoranti nga ora 12 dhe të shkoj gjatë gjithë ditës dhe natës pa ndalim. Interesante shumë, po mirë. Më trego diçka, sa ke arritur për shembull një xhiro ditore që ka qenë kështu çmimi i madh dhe ke thënë wow, është interesante. Që javën e parë bëra kaq shumë lek. Më thënë një xhiro ditore që ke bërë që ke thënë, okay, ja vleka. Shikoj.
Unë çdo gjë që bëj nuk e bëj për paran, që të shikoj, jo, të betohem, jo të betohem. E bëj që të kënaqem vetë. Në qartë. Dhe në qoftë se do bëja një gjë të timen, do ta bëja për atë që unë kam, për pasionin dhe për të gjitha gjërat. Të gjithë njerëzit vinë në orarin që unë e kam mbyllur kuzhinën, që mund ta kisha hapur, të vinë njerëzit të hanin. Por e mbajt mbyllur sepse çdo gjë duhet funksionojë ashtu siç duhet. Bukur shumë mirë, për gjithë diplomatike, më të çmimin s'ma the, sa ishte xhiro më larg që ke për tani. Është e thjeshtë, mund të llogarisësh që personi shkon diku te 30-35.000 lekë, është e mbushur me 40 veta dhe ja doli çmimi. Yll fare. Po. E bëjmë me llogaricë pastaj. Që bëjmë me llogaricën. Mirë, Renato, ti akrep, apo jo? Po. Ashtu, më trego pak tani akrepin e di që është një zëvendës të shenjat horoskopit. Është akmarrës, i kam qef shumë. Ai ke qef. Studioj domethënë shenjat horoskopit shumë. Akrepin e di që është një njerëz shumë hakmarrës. Edhe hakmarrët e më e madh tani, cila ka qenë? Unë nuk është se hakmerem keq, por që do të godas me mënyrën time. Me pirun? Me mënyrën time. Qoftë edhe me një shikim, qoftë edhe me një fjalë, do të jetë goditje. Mi ke bërë keq njeriu aq keq sa realisht në fund fare mbasi e ke lënduar ke thënë, yeah. Jo, se kam bërë kur. Asnjëherë. Kanë lënduar njëherë shumë keq? Edhe më kanë lënduar, po. Ashtu ë? Po. Okej, mirë. Më trego pak, po mos je kuzhinier, balerin, biznesmen së fundmi etj shumë gjëra që ke qenë, çfarë do ishe? Çfarë është një profesion tjetër që mund ta bëje për E kam menduar shpesh herë, e kam kërkuar, por prap jam kthyer te kuzhina. Është ajo që më ndiem rahat. Në qartë. Mirë, vërtet mund të jetë një punë shumë e lodhshme. Vërtet mund të jetë diçka që ka nerva, ka presion, ka gjithçka, por është një punë që të jep shumë dashuri. Dhe jep dashuri. Bukur shumë. Okej, mirë, para shumë kohësh, jo daq shumë në fakt, unë kam pasur rreth te Instagrami jot, ti postoi foto seksi gjatë gjithë kohës. Domethënë ishe njëri i zhveshur, njëri me brek, njëri pa brek. Pa brek s'ke qenë? Më përpara. Po edhe me brek kam qenë. Pa brek s'ke qenë herë? Kam qenë edhe pa brek. Ke qenë edhe pa brek, po e mbaj mend. Domethënë të gjej, po s'mund të gjej se ke fshirë gjithë ato foto tani, s'janë më aty. E ke bërë? Pse s'bën foto me ato që bëjmë? Kanë qenë pjesën e storyt. Të kanë qenë? Në pjesën e storyt që qëndron për pak minuta dhe hiqet pastaj. Jo, më kam pa edhe përpara pa u shpik fare kjo story. Pa brek nuk kam qenë asnjëherë. Me peshir më ke qenë. Atje kam qenë. Me peshir ore ke qenë, të pasqyra kështu. Po me peshir, jo, s'ka ndonjë gjë pa. Po s'ka ndonjë, s'ka ndonjë gjë, por kundra ishin foto shumë të bukura, po s'po i bën më, është çështja, pse s'po bën më foto në ato? Sepse kalon një periudhë. Jo, s'është, kalon ajo periudha që ti e mendon shumë lehtë, shumë s'ka gjë, kështu ashtu. Është çështja e imazhit kanë bërë shtypin, ruan pak më tepër imazhin tani. As pak, se qoftë do më vi prap do ta bëj, por thjesht nuk ndiem rahat. Pse ç'o ndodhi? S'ndiem rahat. Në qartë. S'ndiem rahat dhe Më shumë uniforma tani kanë bërë shtypin. Kjo e reja. Sigurisht, kjo është gjëja më e bukur. Interesante shumë. Nuk krahasohet. Renato, si akrepshje, se ti je natyrë seksuale kanë bërë shtypin. Sa seksuali si natyrë? Jam shumë. Dukesh ti. Që shikim, po pra. Tu bëhet nami zile, zi ka dy mushet me goca plot te kjo te hyrja. Që edhe me xham, çofi nga brenda. Po tani çfarë bëj ti? Të gjithë ata që kanë dashur më shikojnë nga afër nuk e kam patur rastin, kështu që erdhi rasti të më kenë në restorant. Okej, në këtë një javë të pak. Aty mban pyetje? Këtu i mbaj gjitha. Është rahat, çfarë bëj? Me skaletë dal. Dgjoj. Po thoja me qenë të seksi. Një javë pak ka që është hapur restoranti, po unë di që ti në Greqi për shkakun ke qenë pak shumë bëhet një dëm puna apo jo? Po. Ashtu bëhet. Ka ndodhur të bësh seks në restorant? Shumë herë. Në vërtet? Po normale. Ku ma? Si ku? Si aty ku përgatiten këto ushqimet e njerëzve? Ka ndodhur të bëj seks në restorant. Po si ku në banjo? Do të di detaje, ndërro detaje, ku si? Ku? Çfarë vendi? Kudo? Vërtet? Kudo? Mbi tavolinën e vendit ku Pasi janë larguar njerëzit, kam mbyllur derën dhe Nice. Okej, po kështu ke bën një seksi ti është domethënë me dikë, po të përfshin ushqime, ku diun shllak ose lështryta ose çokoladë ose banane ose patjetër. Nice. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Sa u duhet ta Then lonely, so lonely.
Bravo, më pëlqeu shumë melodika. Është kështu dramatike në kuj. Edhe kështu. Mirë, si e çfarë kalove? pak unë mirë, lezetshëm, sa vura re që kur bëj kështu që kalikja më ka piu, po është muzikale si gjë, Po pëlqen. sigurisht. Edhe kështu tani do flasim për një Miliona. Nuk na ndahet kjo gocë, nuk na ndahet kur. Ne mundohemi, sepse nuk është që kemi ndonjë gjë të keqe në fakt. Nuk kemi asnjë gjë. keqe, Në ajo është- momentin që krijon lajme, sa mos e kapim. Edhe kështu. Aha. Lajmi që krijoi tani lajm, nëse mund ta quash lajm. Thjesht na bëri një prezantim. Si ajo bën banjo, Si live. si lahet. Okej, sepse unë e kisha këtë pikpyetje në jetën time. Si lahet Bleona? Ama mi zemër vogël sa e mirë, është i makapër që ka bërë tualet shumë make-up profesional. Po. Ka veshur Rodi Shanin që është dash, për të kuptuar që ajo Edhe Rodi Shan. ngjyra e bën të duket më efekte, Po, sepse besoj që sigurisht. ti jetë kështu kot. Që jo që gjitha tash ushtria atje për çef vetë, nuk janë djeng kësaj fare. Po, kupton? edhe diçka tjetër që ne nuk e dim nëse ka hequr të gjitha sepse ne Gjitha ka ama hequr, gjitha ka njerëz bërë. ngelëm të gjykuar. Ndoshta është diçka dhe Jo i ka thikë me blër ajo, nuk e qartë. Shpesh ja O, mundojmë ta mbroj, po nuk e I po. çan pëlqen më shumë fakti që kjo edhe shampon kur e merr herë, sado që bën kështu sikur është domethënë një vajzë tepër elegante dhe në klasë. E kap tamam. E kap atë çuga. Po atje shkun domethënë mirë tamam si një vajzë e vërtet. Po, edhe kthen atë që duket edhe firma, sepse normalisht është pjesë e marketingut, nuk është Normal. diçka që bëre Kam përshtypjen se. që e bën edhe kështu se do që të tregoj që s'më intereson fare çmimi i kësaj dhe sa kushton. Gjithën vas ka ty plan. Aha. Është pak Diçka tjetër që Karina, desha shumë. të komentoj unë që ajo lahet, okay, bravo goca, erdhi koha për të larë. Edhe besoj se është një kameraman, një person që merret me zërin, një person që merret me fokusin, një person që i thon asaj i kujton çfarë të bëje. Shtojmë edhe 5 persona të tjera, 10 persona bën. Aman, jo, e kam mundsinë të e bën kjo, kupton që është. Sigurisht e kam mundsinë ta Ajo bën. është diva e Shqipërisë, Madonna of Do me thënë të Albania. lutem shumë, s'kam të flok. Madonna of Albania, Po. lutem. Pash një vend që, jo, Po këtu çfarë? Çfarë të bëj këtu çfarë? Futur aty. Oksigjenoj trupin kjo këtu. Po, më duke që duke pasur make-up në fytyrë Fytyrë nuk bën mirë. Një person harroi t'ia faj. Po ndoshta është natyrale, po jemi neve xhelosi po themi që është lyer. Ndoshta s'ka fare make-up ajo. Do me thënë ai konturimi që është Jo, on fleek, është tatuazhe. natyral. Ka tatuazh me vërtet Bleona, ke parë që ka tatuazh penet? Po, se kam konturimi parë nuk pas. është, nuk bëhet me tatuazh akoma. Është diun atë Po, gjëra, vetëm po. po. E qeshur e sa një. Më është Ose mirë. të mirë, Është mirë, është mirë. Sa të keq. Ka qef shumë. Po ka qef atë do dalë la kur i thon çvishe, çka ka të keq. Sigurisht. E pra. Jepi. Po, Jo goca jepi. mos e bën këtë në fakt. E po hë. Mos. Bëheni mos të bëheni këtë Edhe çfarë. diçka tjetër, tani kush ja mund të komentojë një herë anglishtën e tjetrit. Por më pëlqeu. Jo, anglishtën e komenton ti se anglishtën e Anglishtën e ke i Me saj. shqipin ke që probleme të vogla ato. Jo, më supozoj që kjo ka vite që jeton në Amerikë. Amerikë. Okej. Mësoj dot, që le kanë probleme shqiptare. Unë për shembull, jam bushante shqiptar komplet jam çik çontika. Çështja është që Leona ka shkuar e madhe mosh në Amerikë, kupton? Po bashkua me Ganin. Ka shkuar e madhe kur ka qenë po më e madhe ka qenë. Dhe shqiptarët kur janë në një farë moshe, për shembull mbi Nuk është, është njerëzit, kanë të vështirë të mësojnë gjuhën edhe të përfitojnë theksin, është njerëzit, po. Ja, të vetë, Po, nga parë, momenti po, që ka vite që jeton aty. Duke që kam parë psikologji, edhe jam pak më edukuar sa duhet. Po, gjithsesi, edhe po bravo, po thjesht më bëri përshtypje nga momenti që jeton kaq vite andaj 24 orë, thotë. Vaja po ashtu. Atë pun ka Bleona. Jemi tek fjolla tani. Fiks si Bleona si fjolla njësoj, janë të dyja. Shpirtrat e bukur. Kushiroj. Zemra vogël te kjo është e mirë shumë fjolla, ka qef. Domethënë mbaroj Dance with Me, nuk di a morën në lek atje, po do të marrë në lek se kot shkolli. Edhe direkt ja plas për Maldive bashkë me mamin e vet dhe me gocën Me që është afër. e vet. Me që është afër, shkuan atje, tani kjo është mama, por kjo nuk e ndalon dot të nxjerrë pak byçën lart e poshtë, do të bëj këtë. Ose pjesë rastisi, Rastisi, nuk se bëjnë si të rastile. Ja dhe me gocën. Po duhet të themi në fakt që okay, nuk është se ka forma perfekte corpore, por është seksi. Nuk ka shumë kohë që lente tani? Nuk ka shumë, ka për fëmijën e dytë. Po, nuk ka shumë kohë, mama. Nëse është vogël moshë mesazh kjo. Do të shumë e madhe, duhet nuk shumë e madhe nuk është. Nuk duket një shumë vogël. Nuk duket. Nuk duhet të lezesh me shumë fjolla dhe na bën zili gjithandej sa herë që hap Instagramin dhe shikoj, është Maldive realisht. Ne këtu u thanga i ftohtë me -gradë, se fjolla ndej qet dhe argëtohet dhe bravo qoftë se ka mundsinë dhe e bën. Ne informon me foto sigurisht. Ja, u prodhoi foto tjetër. Normalisht do ta ndaj. Po. Speciale fare fjolla.
Mirë, okej, një urojmë Fjollës që të bëj pushime të tjera, të shohim dhe neve ca foto të bukura, se kështu na duket sikur dhe neve po bëjmë pushime, se në fundit ka Do nevojë vi njeriu. momenti ama ngel më të ankuar. Po do vi momenti jon. të Do vi sa marrë këtë sezon, nga vera të dy neve të flasim, po s'do pim alkool ama jo si dje. Jo, Se do pim syze prapë në fund. jam mirë. Okej, mirë, lëm pas Fjollën dhe shkojmë tek një dialog shumë i bukur. Tre persona që i kemi shumë qef që të dy. Kemi shumë qef të dy, po tash po ke ti, për të vogla apo për të madhe? Edhe për të madhe. vogël se kam parë. Madhen e kemi gjatë normal, po këtë të voglën e kemi marrë shumë qef të po të fundit, se pashim foto dhe shumë të bukur. Edhe bëhet fjalë për London. Thoni juve kush është ky London? E dini një, apo kot? London është djali ose më saktë pjesëtari i mirë i familjes i Ledion Liçës dhe Sara Hoxhës, dhe është ky bebush i vogël që akoma se keni parë tamam se si duket në fytyrë për motivet e veta, po pas të foton vjen pëlqeu jashtë më shumë se ka bërë kështu I rock. Kemi kuptuar që ai person të dalë me një personalitet të kompletuar, edhe shumë stil, sepse nuk del me shumë stil nga momenti që pjesëtarës të familjes i ka shumë Po normal. shumë të personalizuar, shumë të edukuar të pjesës e stilit, besoj se Po bukur shumë, edhe kjo është një insertë shumë interesant që pash tek një nga reklamat që kanë bërë këta Top Channel, shumë e lezetshme. Okej, mirë, London, Nor, Liço, London e kuptojnë që ka të bëjë me Londrën, Nor nuk e dim tamam se çfarë është me të drejtën, Nor, e di, keni ide? Është Nor, nuk e di. zakonisht, jo, ne në Shqipëri nuk kemi emër të dytë, po zakonisht jashtë i vënë edhe emër të dytë. Okej, gjithsesi ka përmirësa që ky djalosh i vogël të bëhet djalosh shumë i madh, jo vetëm në trup, se të dukta janë të gjatë, po edhe Edhe të marrë talentin e pritur. në talent. Kështu që shohim e bëjmë, unë jam shumë kurioz të çfarë do bëjnë të ardhmen me London, Nor, Liço. Nuk e dim çfarë rrugë do marri, po ke pjesa e rock domethënë është fantastike, më pëlqeu shumë, nga pëlqeshme atje. Bravo. Bukur shumë, mirë, ka ardhur një moment tjetër tani i rëndësishëm sigurisht i emisionit ton, do shohim një backstage shumë interesant që është përgatitur Një rekomandim kështu për film. me shumë dashuri nga Andy, që është personi që shihet mbas kufjes tonë, mbas gjithë emisionit në fakt, që Live by Night. Primarily, it was an opportunity to work with Ben Affleck, who I just Të punosh me Ben Affleck është mbi të gjitha një mundësi që të jepet. Ky projekt është një bashkëpunim i Ben Affleck me të gjithë drejtuesit e departamenteve të tjera. And all of his like directors of each respective departments and cast too. Kasti gjithashtu është i përzgjedhur dhe i pasur. Më dukej sikur fitova llotarin. I think she's a woman like every other woman that Ajo është një grua si të tjerat që punon fort dhe mban kokën poshtë, por ka edhe dinjitetin e saj. And as a woman that is very faithful and loyal to the partner. Është besnike ndaj partnerit që ka zgjedhur të ketë në krah të saj. The corrupt world that Unë mendoj se bota e korruptuar ku Graciela jeton është një territor familjar për të. Ajo e di mirë se çdo gangster që ajo takon është i mirë vetëm për të qenë gangster. And there's something very different about Joe Coughlin. Por Joe Coughlin është ndryshe sepse nuk është thjesht një gangster për të, dhe vëllain e saj, të cilët vijnë nga një background njerëzish të kulturuar dhe me eksperiencë. And a background of culture and world experience. So Joe comes Joey është mjaft potent ndaj personazhit tim, por unë shoh të mirën brenda tij dhe i rikujtoj se do të jem gjithmonë aty për të. And that's always going to be his crutch. I had been watching a lot of gangster movies from the 30s and 40s and Kam qenë duke parë shumë filma me gangster të viteve 30 apo 40 dhe si për fat në të njëjtën periudhë kompania më nisi librin që t'i hidhja një sy. to take a look at, and I thought this fits right in with this mold of film that I've been really Mendova se do të ishte një mundësi për t'i bërë një vlerësim viteve 30 apo 40 me një film klasik, por me gjuhën moderne dhe kontemporane. Cinema, but speaking a modern contemporary language. Live by night means sort of living by your own. Live by night do të thotë të jetosh sipas rregullave të tua. Të jesh i lirë dhe të mos jesh detyruar të ndjekësh të gjitha rregullat dhe moralet e jetës së përditshme. Por për të jetuar në këtë mënyrë ka gjithmonë një çmim dhe për këtë flet ky film. Well, there's a couple of action sequences in the movie. There's a car chase sequence. Ka disa skena aksion në këtë film. Ndjekja e makina në qytet, që ishte një sfidë mjaft e bukur për mua, të përdorja makina të vjetra e t'i bëja ato të duken sa më virtuoze. Gjithashtu në disa skena dhe në skenën e fundit ka përplasje me armë. Dua që audienca të shohë veten në këpucët e personazheve, që të ndjejnë atë çfarë personazhet ndjejnë. Feeling under siege as the characters were. She's a girl
trying to navigate a world that is Ajo është një vajzë që po përpiqet të jetojmë në një botë shumë të vështirë, të errët dhe të mbushur me vrasje, por ajo po përpiqet të mbjetojë dhe unë mendoj se synimi i saj vetëm është mbjetesa. real goal is only survival. I read the script. E kam lexuar skenarin para rreth 2 vitesh dhe është i jashtëzakonshëm. It is an extraordinary thing. I am obsessed. Unë jam e fiksuar dhe adhuroj Amerikën e asaj kohe. Të luash të dashurën e një gangsteri është një rol që gjithmonë e kam dashur, por më e rëndësishme se kjo është që Ben Affleck është regjisori dhe skenaristi, por në të njëjtën kohë dhe personazhi kryesor i filmit. starring in it, and I just think that having seen his other work, Duke parë punët e tij të mëparshme, duke parë se filmi i fundit i tij fitoi trofeun e filmit më të mirë nga Akademia, do të kisha lënë çdo gjë, në çdo kohë për një mundësi si kjo. Është një rol i jashtëzakonshëm. Ai është gjatë gjithë kohës në rolin e tij si personazh dhe gjithashtu si regjisor. Kjo është shumë inspiruese të jesh pranë tij, jo vetëm sepse është një aktor dhe regjisor i jashtëzakonshëm, por mënyra se si arrin të menaxhojë gjithçka me elegancë, finesë, mirësi dhe mbi të gjitha të jetë human, e ka bërë këtë eksperiencë më të mirën që unë kam patur deri tani. honestly been one of the greatest that I've ever had. Michaelin, se është bukur, për gjatë më të vazhdoj ta paroj shpejt prezantimin e pjesës së dytë të interview, kështu që do i lë prapë sërish me Renato McCollin. Në pjesën e dytë do të keni mundësinë të shikoni edhe ambientet shumë interesante të restorantit të tij Po, më të ri. edhe më më pëlqeu sepse e pash plot foto, sepse kanë qenë shumë njerëz aty, edhe realisht. Oja të shkonin koka. Ishte shumë e bukur, e veçantë, edhe shapën të vendit të Aty shkonin koka, edhe kur vura re që do shkoja edhe unë dhe ti shumë shpejt, si ishte nice, imagjinesh do të bëhet aty. Do na vjen një shumë me bimxhamave nga ajo Asara që është autografë, ne s'mundemi, jemi shumë fanë. Vikim Renato dhe kthehemi pas pak. Don't wanna see your face, you better disappear. Tani, unë kam dëgjuar shumë shprehje që thonë her pas here njerëzit, të jam i sigurt të di më mirë se sa unë këto, sepse di përbërësit e ushqimeve. Thonë që afrodiziaku është domethënë një element që gjen tek disa lloj ushqimesh dhe funksionon. Për shembull, një çun që nxjerr një femër për shembull për herë të parë për një dating, për dark, çfarë ushqimesh do t'i porositë si asaj që realisht kjo të vi vetë janë qef domethënë dhe të bëj atë që ai kanë mendje. Çfarë ushqimesh për këtë afrodiziakun dhe ekziston në vërtetë apo është thjesht mit? Jo, mit nuk është, por që nuk është në atë sa e bëjmë ne në maksimum. Sigurisht që frutat e detit, passion fruit, frutat e pyllit, të gjitha këto gjëra janë pjesë. Çfarë shkaktojnë se kuptoj? Në tru është të gjitha? Shkaktojnë, krijojnë ndjesinë e të gjithë asaj gjëje që funksionon në trupin tonë. Po midja, ka midja afrodiziak? Ka dhe midja. Se midja ngjan tamam si vagin kur e shikon kështu? Apo është thjesht natyra e tij? Ashtu është. Ka ndodhur të marrësh midja për shkak të shohësh një femër sy ta bësh atë midja me llap. Ka ndodhur ndonjëherë? Në fakt midja është një gjë që nuk më pëlqen dhe aq shumë. Por që kur ajo hapet, të heq të gjitha të ndjesin. Çfarë ndjesi të heq? Ndjesin që nuk të pëlqen kur e shikon të zezë. Në mënyrë që hapet, jo më si jam racist fare unë. E do të bardh midja? Thjesht nuk ka ngjyra. Midja. Nuk ka ngjyra, është e zezë. E qartë. Dhe kur përpunohet pak, kur gatuhet pak, që hapet nga avulli, aty ndihet me shumë lëngje brenda, shumë e lqullt, shumë është aty vërtet kapet ajo ndjesia. Bukur, shumë mirë. Renato, më trego pak. Unë jam shumë kurioz të di. Kush bën më mirë seks? Shqiptarët apo grekët? Shiko, unë kam kaluar më mirë në Greqi.
Është më qef atë kam përshtypjen. Po. Okej. Ta besoj. Mirë. Nëse do të lidhet për shembull të martohesh me një femër. Po. Çfarë kompsi do kishte kjo femra? Shqiptare apo greke? Ose një kompsi tjetër që ti realisht Çfarëdo që të jetë, thjesht të kemi kimi, të kemi dashuri për njëri tjetrin, respekt për njëri tjetrin. Çfarë do të ketë ta mama jo? Domethënë një femër që realisht ty ta bëj bamë, të thosh okay, ja blen, do e marr seriozisht. Se nga natyra dukesh njëri që s'para je shumë stabil, se bën 700 gjëra në një kohë. Të më bëj të qeshi dhe të jetë seksi. Interesante. Të më bëj të qesh dhe të jetë seksi. Ke të dashur ti? Jam në fazën e të kaloj mirë. Jemi një njohje domethënë. Kaloj mirë. Kalon mirë. E njohim të gocën? Jo, se gjithmonë e kam mbajtur jashtë kamerave këtë pjesë. Domethënë nuk është personazh publik. Nuk është personazh, jo. S'është fare? Jo. Nuk është fare? Jo. Ja, mirë, okay. Urinë. Faleminderit. Inshallah ecën si dihet më. Çfarë bën vaki? Tani kaq i ngarkuar si jam, ne do dua shumë që të jetë pranë meje. Kam përshtypjen që do të jetë njëri shumë i duruar ajo. Atë prandaj po them, do dua shumë që të jetë pranë meje, sepse me kaq shumë angazhime që kam, bëjmë dhe shumë nevrik. Bukur shumë. Cila është cilësia jote më e fortë në karakter? Që jam energji pozitive. Okej. Mirë, më thuaj pak një femër që ti mendon që është më seksi nga të gjitha, nga showbizi shqiptar, ti ke thënë, ja, ti fsha racën, po ta kap njerëz, bëj diçka. Ismaili. Kush? Ismaili. Genta Ismaili? Po, seksi ajo më pëlqen shumë. Po është pasi budallaçi Genta, ke përre? Kur e shikon dhe kur e ecën, është shumë seksi. Genta është një fakt, mendoj që fare që është budallaçi, është më këndshme. Po unë ka qenë provokuar pas herë, por seksi në vërtetë. Është shumë seksi. Është bërë më shumë tani, në fakt. Nuk e di çfarë bën ajo femër, po është shumë e mirë. Po më i bëm një thirrje Gentës po ashtu. Genta, hajde këtu. Hajde te umami se bëhet bukur. Hajde te umami. Ta konë Renatën aty te kuzhina. Okej, mirë. Është një pyetje çike si keqme, po ne çuna jemi, kështu që s'na gjen gjë. Hera e fundit që e masturbuar. Është nuk para e bëj, se nuk më mungon seksi. Nuk më thotë herën e fundit se e mban më herën e fundit? E në qoftë se do ta bëja do ishte pjesë e lojës, por jo që ta bëj dhe të përfundoj me atë gjë. Qoftë e kam bërë ka qenë pjesë e lojës, por jo që... Bukur shumë Renato, ndërkohë pak ti çiçi në dush e bën? Po normale që e bëj, ndihem shumë rahat. Sa herë, njëra apo dy herë? Sa herë që futem edhe nëse më vjen. Bukur shumë. Se unë dunja s'ma pranon, prandaj unë nuk naqa që ti do opinion sinqert. Faleminderit shumë për intervistën. Unë faleminderit që erdhe këtu në Umami. Do vi prapë te Umami, dhe jam i sigurt që do kënaqem shumë. Presi të vish të havsh dhe të provosh ëmbëlsirat. Do kënaqem shumë. Sigurisht edhe ëmbëlsira? Sigurisht. Ka gjithçka. E fillon nga buka, te pjatat e para, te pjatat kryesore dhe mbaron me ëmbëlsirat. Fantastike. Do marrë njerëz tjerë se kam shoqëni kështu i sjell. Patjetër. Dëgjon kam ide tjetër tani. Me që jemi këtu te Umami, edhe unë e pash pak më përpara, po njerëzit që ndoshta s'kan mundësi të vinë për ditë ose s'kalojnë te kjo rruga, tregojmë çik atyre në ekran çka ka këtu brenda, si thua ti? Patjetër. Bashkë me Renatën do shohim pak ambientet e Umami. Këtu jemi te hyrja. Kjo është pjesa ku zakonisht dynjaja hyn dhe bëhet gati për të parë ku do ulen. Dhe gjë më e bukur që ndodh është kjo kuzhina që është komplet transparente që ne e shohim këtu. Tash kjo ishte ideja jote Renato në fillim fare apo ideja ime sigurisht që nuk mund të ishte ndryshe si sa staset më përpara, duhet të ishte një kuzhinë open kitchen që të shikojnë të gjithë klientët se çfarë ndodh aty brenda. E po paske gjithë stafu bursa janë 1 2 3 4 12 veta. 12 veta. Po. Interesante, shumë keni bërë kështu audicione për t'i marrë sa më të bukur çunat apo? Sigurisht janë bërë audicione dhe janë marrë ata që un kam parë dhe që kanë tek shumë të kuruar, kështu çuna goca këtu tash modela këta të gjithë. Apo s'ka lidhje. Modela nuk janë kuzhinjera, por duken si modela. Kuzhinjera seksi, okay, bukur. Mirë, vazhdojmë ecim pak. Okej, kjo është një pjesë tjetër e restorantit, kuzhinën sapo e komentuam bashkë me Renatën, është një logo shumë e lezetshme që unë sapo e pash në fillim kur hyra, që lexon Umami me Renato me kolli dhe është shumë e lezetshme. Për pjesën e arredimit tani ti ke menduar në një gjë konkrete tënde apo ka qenë vetë arkitekti që ka bërë çdo gjë? Në fakt unë jam marrë më shumë me pjesën e kuzhinës, se si do të doja të ishte fiks pjesa e kuzhinës, që të duket nga të gjitha anët e restorantit, ndërsa me pjesën e arredimit për jashtë është marrë arkitekti. Bukur shumë.
Edhe ngjyra tip të papara, çka kombinoj kështu të zezë me Doja që të ishte një kuzhinë që të dukesh dhe të ngjante sikur ishte një studio televizive, që i gjithë ndriçimi që është brenda ulet edhe ngrihet, sigurisht që aty brenda ka dhe muzikë sipas qefit që ka kuzhina brenda. Ka gjithçka që do të donin ata brenda, freskim, ngrohje, ftoje, qetësi, dhe nuk është vetëm kjo pjesë, është edhe pjesa tjetër e kuzhinës. Kjo është pizza prive? Deri në 12 veta maksimumi. Është me xhama që mund të mbyllë dhe mund mos duken fare nga pjesa tjetër e restorantit. Janë shumë të qeta ata që ndodhen aty brenda, nuk bezdisen nga asnjë gjë, as nga zhurma që mund të jetë përjashta. Janë në maksimum në qetësinë dhe në përqendrimin e tyre. Okej, është një pjesë tjetër e futur këtu që mua më bëri përshtypje, kështu që më duk si korridor. Është pjesa që qëndrojnë verat. Është një pjesë e verave që ne kemi, sepse pjesa tjetër nuk ndodhet këtu, ndodhet në vendin e Apustafat për verat. Dhe ka gjithë të banakun këtu me vera. Interesante shumë. Me përshtypjet më të mira për restorantin, suksese, edhe urime. Faleminderit shumë që erdhët. Do vim prapë me siguri. Do takojmë shumë shpejt. Sigurisht, kështu që edhe ju që na dëgjuat tani, hajde se u bë ka bukur me vërtet këtu, kështu që shihni inin edhe bashkë shihemi shumë shpejt. Kështu që ciao. Jokers to the right. Unë përgatit emocionalisht. Oh yeah, mirë, mori fund të Gossip TV për ditën e sotme, neve u përpoqëm shumë që argëtonin, edhe jemi sigur që e bën. Kjo që e bukur që na kreacionet për Edhe sigurisht në të diferencojnë edhe lajmet që kemi, sepse kemi plot lajme, nga më të fundin, nga më të ndryshme, si gjithmonë, sa për njerëzit që e humbën emisionin, sepse kanë qenë jashtë, për këtë shoh. Mund të ndjekin në YouTube sepse kemi Interview Albania në YouTube, kanalit tonë sektor, pastaj kemi Instagramin Interview Albania gjithashtu dhe në Facebook kemi lajmet më të fundit. Por ritransmetimi bëhet të dielën gjithashtu. Por tani në Ndërkohë që unë kërcej pak lambadën, që kam shumë qef, edhe që sot në knaqen shumë atë muzikë pak të vjetër, po Old But Gold. Unë dhe Sara, sa po gëstuam që psikologjikisht u lodhëm pak dhe u rënduam, sepse si shtam jemi, të vazhdim jemi në hangover, kështu që poribës më kap stresi, ke parasysh. Kap stresi se s'ke faj, se kur abuzon. Ju premtojmë se do pim më alkool, ju japim këshill dhe juve që na shikoni të mos pini shumë alkool, të pini vetëm me raste edhe pak, jo shumë, sepse jo vetëm që alkooli shqiptar ka shpif. Po nuk e bën mirë për shëndetin, kështu që me pushime të tjera po largohemi dhe sot dhe do shihemi. Ju po them shumë.